Njeriu lind me natyrë të pastër. Nuk ka gjunah të mbartur. Nuk ka gabim, është fletë e bardhë. Mirë po më pas, prindërit, shokët, shkolla, ambienti ku jeton, shoqëria i japin formë, formon personalitetin e tij. Dhe kjo është thirrje për gjithë ata të cilët e kanë formuar personalitetin dhe më pas janë njohur me Islamin, që të përpiqen të ndryshojnë, përpiqen që jetën e tyre t'ja përshtasin Islamit, dhe jo Islamin jetës së tyre. Të ndryshojnë për mirë, të formojnë një personalitet natyrë të dytë, përpiqen që mësimet e Islamit të bëjnë pjesë të jetës, t'i braktisin gabimet që kanë bërë më përpara, të nisin një jetë të re, dhe të mos i vazhdojnë të njëjtat gabime, duke i ambalazhuar me mendime të shtremta fetare.